Arkitektja jonë sa po na thaj që vendet jashtë janë paksa më të prapambetur se ne shqiptarët. Pra do thotë që ne shqiptarët ja dim vlerën e arredimit të shtëpisë, kujdesemi në maksimum, ndjekim tendencat më të fundit, por për më shumë detaje do na flasë Elona Bakiu, të cilën e kemi në studio. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Elona, mirë se erdhe. Pranë verore kështu si gjithmonë. Gjë që na bën të kuptojmë që edhe tendencat e ngjyrave të shtëpisë të arredimit duhet jenë po në këto tonalitete apo jo. Po, do të flasim për pranverën e 2026-s, por ndalemi pak te kjo fjalia që tham që në fillim, si shqiptarët kanë më shumë, le të themi, shije dhe gusto për shtëpinë se sa të jashtëmit. Në fakt, nuk e lidh vetëm me shtëpinë, por mendoj dhe nuk është se vetëm mendoj, por është fakt që Shqipëria po zhvillohet me ritme shumë të shpejta. Nëse vendet e tjera ka qenë gjatë zhvilluara, Shqipëria vitet e fundit, le të themi që ja ka kaluar vendeve të tjera, jo vetëm për arredimet, por në çdo fushë. Nga vjen kjo? Mendoj që është zhvillimi ndoshta nga që ka qenë pak më mbrapa se vendet e tjera dhe që kur u hapën më shumë kufit ka pasur një zhvillim goxha ndikon. Po, sepse unë vërej për shembull të paktën, po marrim rastin e disa zonave, qoftë Itali apo Paris, shtëpia normale ruajnë ende atë stilin e vjetër, tradicional, ku kryesisht ajo çka shihet më shumë janë tavolinat e drurit, bufet me ngjyrat e kafta, ndërsa ne po vim shumë tek trendet edhe cool edhe minimalist. Është shumë e vërtet. Kudo që kam qenë, edhe në për hotele, ose në për Airbnb, ose restorante, dhe do theksoja restorante dhe lokalet, jashtë janë vërtet të thjeshta, janë minimaliste, ndërkohë që në Shqipëri shikohet një boom shumë i madh i ndjekjes së trendeve të fundit dhe modernizimit të interiereve. Kur flasim për interior design, pra pjesa arredimi pjesës së brendshme, dizajnimi pjesës së brendshme të shtëpisë, çfarë stili preferojnë më së shumti shqiptarët? Për ku janë? Janë dy stile, janë të ndarë në dy kategori, le të themi, stili modern dhe stili klasik ose neoklasik. E shikoj gjithmonë që është një 50 me 50, por mendoj që shkojnë më shumë tek stili neoklasik. Aty e shikoj që tentojnë më shumë. Neoklasiku, qëndrojnë të sigurta. Po, moderni ka qenë ndoshta pak më përpara, diku te 3-4 vite më përpara, ndërsa tani kanë kaluar më shumë. Po kur themi modern, kujt i referohemi konkretisht? Linjat minimaliste. Minimaliste. Dollapet, kapakët të papunuara. Lisho komplet, thjesht duke luajtur me ngjyrat, por jo me dizajnin e kapakëve. Elona, kur flasim për trendet, sa të sigurta janë që dekorin e shtëpisë tonë ta bëjmë me trendin e fundit, sepse trendet ndryshojnë aq shpesh sa shtëpia mund të dalë jashtë mode brenda disa muajsh. Duhet jesh i pasur që të ndryshosh trendet kaq shpesh? Në fakt, personalisht nuk jam për të ndjekur trendet. Domethënë, edhe ne arkitektët, duke u rritur sa më shumë në profesion, sado që përpiqemi të lexojmë, të shikojmë të rejat më të fundit, tentojmë të shkojmë tek gjërat e pa koha. Gjërat të cilat në çdo moment të jenë në mod, në kohë. Sepse shtëpia nuk është muze, shtëpia nuk është showroom. Shtëpia është diçka personale. Dhe aty duhet të ketë pjesë të karakterit tënd, të historisë tënde. Nuk mundet që ne të marrim trendin e fundit, ose divanin e fundit, ose një mobile që nuk na lidhet fare me karakterin ton, me hapësirën ton, se në fund fare diçka që ne kemi parë në një shtëpi të madhe, mund ta përshtasim hapësirën tonë të vogël. Dhe në hapësirat të vogla kemi më shumë mitër. Sa ndikohemi ne edhe te këto faqet online që shikojmë, të aplikacionet që kanë shumë stile të ndryshme për shtëpinë dhe të vinë klientët dhe thonë, Elona, unë e dua fiks kështu shtëpinë. Ndërkohë mbase nuk i përshtatet as stilit jetesës së atij personi apo edhe karakterit. Në fakt më ndodh në 90% të rasteve që më vin me imazhe nga Pinteresti ose nga diku dhe më thonë që e dua kështu. Përpiqem shumë t'i them që të idealizojnë atë dhe duan. Po. Përpiqem i them të lutem nuk të shkon. Që ka ke 40 metra katror, nuk e bën dot. Nuk e bën dot sepse nuk të shkon, nuk e ke dritën e duhur, nuk përplaset drita aty ku duhet me mobiljen tënde që ajo mobilje të dalin në pa. Po mund të luhet me ndriçim artificial? Patjetër që po, por gjithmonë duhet përshtatur me hapësirën. Dhe ndriçimi artificial nuk mundemi ta abuzojmë me ndriçimin e varur, kur aty një hapësirë është e vogël. Në momentin që ke një ishull, një tavolinë ngrënie,
dhe një kuzhinë nuk mundemi të varim 3 ndriçuesa pasi bëhet si showroom. Duhet me patjetër të kemi shumë kujdes në momentin që pozicionojmë ndriçimin. Një nga gjërat fatikisht që mua më ka bërë shumë përshtypje dhe që me një farë mënyrë nuk më ka pëlqyer nga ju arkitektët, është fakti që nga eksperjenca ime personale, Si dhe arkitektët e gabuar. nuk ka qenë dëmi, me thënë drejtën, se ka marrë disa ide, është kjo tendenca për ta mobiluar shtëpinë, nuk e di nëse bie dakord me mua që një pjesë e arkitektëve e kanë këtë, për ta mobiluar shtëpinë për ta bërë si një ambient hoteli, pra me ato muret me gipset e varura, me gipset në mur, me ato strukturat e caktuara, t'jep atë ndjesinë me ngjyra të mbyllura, t'jep atë ndjesinë sikur je në një hotel dhe jo si në një shtëpi të ngrohtë. Pse ka ardhur kjo lloj tendencë? Pse po sugjerohet shpesh kjo nga arkitektët? Nuk dua në asnjë moment të shaj kolegët e mi, absolutisht sepse i respektoj të gjithë e di që nuk është një punë e lehtë, por i vetmi gabim që bëhet është që nuk intervistohet klienti se çfarë stili preferon. E vërtetë. Pra, në fillim intervistohet klienti dhe i thua ti çfarë preferon? Ku je tek ngjyrat e çelta, çfarë stili preferon, çfarë punë bën, çfarë ty të pëlqen më shumë, ku e kalon më shumë kohën, te cilat ngjyra je, çfarë karakteri ke, dhe në momentin që bëhet ky pyetësor, zbulohet deri diku stili që klienti ka. Dhe në varësi të stilit, në varësi të hapësirës, në varësi të ndriçimit natyral, aty pastaj bëhet përzgjedhja e mobiljeve. Për një klient i cili dëshiron ngjyrën e zezë, kurse si nuk mund t'i vendosim ngjyrën e bardhë. Dhe një klient që do ngjyrat neutrale, kurse si nuk mund t'i vendosim ngjyrën e zezë, pavarësisht preferencës tonë si arkitekt, që mund kemi një stilin tonë të preferuar. Elona, cilat janë ngjyrat më dominante të pranverës? Ngjyrat më dominante të pranverës. Çfarë duhet të kemi në shtëpinë tonë dhe çfarë jo? Atëherë, normalisht nuk duhet të ndryshojmë totalisht shtëpinë për të sjellë një atmosferë të re, por ajo që neve duhet bëjmë është që të sjellim një energji të re në shtëpi. Duhet të integrojmë sa më shumë ndriçimin natyral. Duhet të maksimizojmë futjen e dritës së diellit. Pra ti thua të ndryshojmë për shembull perdet, që të lejoj dritën. Nëse ne kemi disa perde dopjo ose të trasha ose ngjyrë më terrët, patjetër që mund të marrim një palë perde të tjera, të cilat janë mundësisht materialinoje, transparente ose gjysmë transparente me ngjyra të çelta, që mund të jenë bezh, mund të jenë të bardha, mund të jenë me motive florale, me thurje. Kjo është një nga dekoret që mund të ndryshojmë. Gjithashtu, tek divanet ose tek krevatet, duhet të kalojmë në jastëk linoje, pambuku, pra materialet të cilat marrin frymë. Dhe ngjyrat sigurisht duhet të jenë të çelta. Dhe tek pjesa e krevatit mund të vendosim çarçaf të bardhë, pse jo, me një mbulesë me motive florale ose diçka me kuadrate, por gjithmonë tek ngjyrat e çelta. Nuk e ngarkon pak shtëpinë ky dekori me shumë vija, me motive florale, për shembull si kjo. Ka njerëz që preferojnë, po kur bëhet e tepërt? Domethënë, relaksuese. A ka një gjë të tepërt në këtë mes, për shembull në këtë foto? Sheti një teprim? Mendoj që është çështje e stili dhe gustoje. Ka persona të cilat janë, le të themi, old soul, shpirtra të vjetër, të cilat e gjejnë shumë veten tek stili vintage dhe te maksimalizmi. Dhe nuk mendoj që ka diçka të gabuar te kjo foto. Por një person i cili është goxha e ngarkuar në të përditshmen e tij dhe dëshiron që kur të shkojë në shtëpi të qetësohet. Po, ke sa më pak viza. Kjo foto e shqetëson. Dikë tjetër e qetëson. Pra është goxha personale. Po nëse bëjmë për shembull siç e kemi ne divanët që janë një ngjyrë, të ndryshojmë vetëm jastiqet për shembull. Besoj që i pranon më shumë nëse do të jenë me teksturë të tjera. Po, patjetër që i pranon dhe jastëkët nuk është e thënë të jenë të gjitha me visa, mund të jenë vetëm 3 nga 7-8 jastëk që mund të jenë. Dhe jastëkët atyre mund të jenë me të njëjtën tapiceri ose teksturë që ka edhe vetë divani, për personat që nuk duan të kenë ngarkesë. Po. Jo, unë doja të qëndroja pak të balkonet, se duke qenë se tani që fillon pranvera, ngrën temperaturat, fokusi gjithë dhe ata që kanë luksin të kenë balkone, është e balkoni. Ndryshojnë komplet mobiljet që kanë, lulet, arredimin, sa kohë po i kushtojnë shqiptarët arredimit të balkonit dhe çfarë ngjyrash dhe çfarë motivesh janë në trend? Në fakt, shqiptarët vitet e fundit i kanë kushtuar goxha kohë edhe investim pjesës jo vetëm balkonit, por edhe hapësirave të tjera, sepse mendoj që po tentojnë të kalojnë pak më shumë kohë në shtëpi, sidomos personat që punojnë nga shtëpia, kanë fëmijë dhe i duhet me patjetër të kalojnë pak më shumë kohë.
Përsa i përket balkoneve, unë them gjithmonë që balkoni duhet jetë një mini verandë, ku ti të ndihesh mirë. Dhe gjithmonë tentoj që muret t'i vesh me dru, me panele dekorative, me vazo të cilat mund t'jenë të vendosura me një strukturë metalike në mur, ose tek parvazi balkonit, ose në dysheme, në varësi të hapësirës që ka balkoni. Dhe do preferoja shumë dhe ja sugjeroj të gjithë klientave që kush ka mundësi të veshi balkonin dyshemen, ta bëj ta ashtroj me decking, i cili është një dru, që duket sikur është dru për vërteti, po ndërkohë është thjesht dizajn. Të qonë më shumë pranë natyrës. Po ku bëjnë këtë ose këtë barin artificial deri tek gjysma, aty ku krijojnë atë batshën e vogël, vendosin dhe një bar artificial. Kam parë dhe format të tilla. E bëjnë, por nuk para vendosin në për balkone, më shumë në për obore, se në një pjesë të obore. Kush ka balkonet të mëdha? Kam parë, mbase balkonet të mëdha, kam parë që bëjnë disa arredime të ndryshme, vendosin dhe ato si tip karrigesh, tip që vinë si lisharse, që... Po duhet kesh pak balkon të madh që të lëkundesh pak, sepse një balkon i vogël nuk ta lejon, por ku është mundësia patjetër që po. Çfarë se besoj në ndërtimet e reja deri diku i kanë dhënë pak dhe hapësirë balkoneve, nuk ka më vetëm dritare. Disa nga ndërtimet, po, dhe normalisht balkoni duhet jetë ajo hapësira që ti fton një mik, një shoqe për të pirë një kafe dhe duhet jetë ambient sa më i këndshëm. Sa i përket orendive, duhet ketë shumë apo pak nëpër shtëpi, qoftë në tavolinë që mbajmë pranë divanit, tavolinë e bukës, tek pjesa e bufes, pjesa ku mbajmë televizorin, duhet jetë një rëmuj e lezetshme, apo sa më pak aq më mirë për syrin? Për sa i përket sinës së pranverës, gjithmonë duhet bëjmë një pastrim të thellë të orendive dhe të gjërave të tepërta, dhe mendoj që duhet të kemi sa më pak gjëra, në mënyrë që të jetë hapësira sa më funksionale, organizuar sa më mirë. Kështu që sa më pak gjëra, sa më të këndshme, dhe po, mund të luajmë me një vazo qelçi, me lule natyrale, në mënyrë që të japim atë aromën e këndshme, pra atë aromën e mirë dhe ndjesinë e pranverës, e cila mund të jepet nëpërmjet luleve, vazove, disa shportave prej ratani, prej kashte, të cilat bëjnë atë integrimin e natyrës brenda. Kështu që sa më pak mobilje. Elena, muret që janë kështu si gjysmë të pabërja mirë, gjysmë të suvatuara, që duken dhe tullat, që japin ndjesinë të vjetrës, janë ende në trend apo? Ose dhe muret me lule, se dhe ato... Jo, ato janë letra florale, sipër. Jo, po flasë në tekstur të ndërtimit, pra se ka ca që i lënë ashtu copa. Jo, po tapetet në mur tani. Ato, do të thënë, tullat e dukshme, le të themi që nuk para përdoren në për ambiente banimi, por kryesisht në për restorante ose bare, ndërsa në shtëpi maksimumi që mund përdoret është mikroçementi ose pra në një stil industrial, mund të jetë si beton i zhveshur, po ndërkohë është mikroçement e lyer. Por edhe kjo do ato thyrjen dhe ngrohjen me element të tjera ose me ngjyra të tjera, në mënyrë që mos të duket. Pak po, a eksperimentojnë do pak shqiptarë, për shembull, a ka individ që preferojnë stil, ku diun, skandinav, për shembull, për ta rreduar shtëpi? Stili skandinav është ndër më të preferuarit. Është ndër më të preferuar. Po, sepse është ngjyra e çelët e bardha dhe kombinimi me drurin, kryesisht me drurin e lisit, dhe preferohet jashtë mase shumë, sepse është edhe stil minimalist. Kështu që preferohet në masë. Shumica e klientëve, se që tharë stili neoklasik modern, skandinav, janë më të preferuarit, pa tjetër që ka dhe stilet të tjera, eklektik, industrial, të cilat janë pak më... Por shikoj tendencën për stilin vintage. Po preferohet rikthimi i stilit vintage, në mos i gjithë apartamenti, disa element, një dollap të vjetër. Vintage, që kam përshtypjen, vintage luxury, se kur themi vintage, ne kemi parasysh për shembull atë tapetin te muri. Ne vintage. Jo. Një piano e vjetër, Ka një klientë aktualisht e cila ka disa mobilje të trashëguara nga prindrit, nga gjyshurit, dhe realisht po përpiqem ti integroj patjetër tek interieri, qoftë duke i restauruar, duke i lyer, ose duke i ruajtur ashtu siç janë, duke i krijuar atë këndin historik, i cili vërtet kombinimi. Po, që është shumë i rëndësishëm. Tjetër, këto dritat që janë artificial, tip projektore, që vendosen konkretisht në dhoma apo edhe tek pjesa e sallonit. Më thënë, sa po preferohen, a janë të duhurat? Mua personalisht nuk më pëlqejnë shumë. Më duket sikur shtëpia ka nevojë për më shumë dritë sa aq, edhe fakti që të bie poshtë syve më bezdis akoma edhe më shumë. Nuk më duket e plot. Atëherë, njerëzit, klientët e mi, edhe besoj edhe të gjithë, po tentojnë rreth tek minimalizmi. Që do thotë, nuk e duan më, shikoj një kërkesë
do të thoja jo të çuditshme, por deri diku të çuditshme, të mos kenë ndriçuesa të varur. Dhe kjo automatikisht na dërgon tek shinat, por nuk do të thotë që shina është shqetësuese për syrin, sepse shina mund të kombinohet me spote gjuajtëse ose me led difuz, i cili është një shirit i cili nuk të bie në sy drejt për drejti, ose është me kënd i cili mund të jetë i lëvizshëm. Dhe këtë gjë nuk duhet ta pozicionojmë aty ku kemi divanin, por mund të jetë në një cep muri e cila përplaset në një pikturë, ose tek guzhina, ose tek dollapi, pra pa të shqetësuar. Dhe patjetër që nëse drita nuk është e mjaftueshme, duhet ta suportojmë një ndriçim tjetër, që mund të jetë një ndriçim toksor ose një ndriçues i varur, që kryesisht preferohet tek tavolinat e ngrënjes. Tavolinat e ngrënjes. E kam edhe një pyetje fundit. Atje. Sa të dua. Jo, më pëlqen shumë kjo pyetje. Sa përqind e klientave të tua, ose më saktë, sa përqind e shqiptarëve po preferojnë të kenë një kënd të vogël librarie, po, lexim. Realisht, në fillim nuk e shikoja shumë këtë, përveç personave që punonin nga shtëpia, por tani gjithmonë më shumë po preferohet pjesa e janë rreth 40-50% e Tani këtë po e bëjmë për të dukur shtëpia bukur, apo se realisht ka një ndjesim të veçantë për ta? Nuk e besoj, jo, nuk... Pra janë njerëz që i kanë ato librat, nuk është se krijon raftin posaçërisht për ta mbushur... Jo. Ato librat fake. E dini që ekzistojnë edhe librat me kilogram, të cilat vendosen në dekor sa për ta mbushur, po absolutisht nuk jam fare dakord për këtë. Dini se ato dy librat që lexojnë ato markat, brandet, nuk është se i preferoj shumë të them të drejtën, më mirë një libër që ti vërtet po e lexon dhe ka një kopertinë relativisht të bukur, se sa një libër thjesht për kopertinë. Sa për qenë aty. Ilona, çfarë është një element që ju, sidomos ju arkitektët, sa hyni në një shtëpi të re, e shihni, ju shkon me një herë syri aty dhe nuk është fare i momentit, i përshtatshëm. Pra është i vjetër që ka dalë nga moda. Për këtë sezon flas, që duhet shmangur kategorikisht. Atëherë, nuk mund të them që ka diçka që mund të shmanget kategorikisht, sepse kur futemi në një apartament... Sa përket trendeve, them, pa tjetër që hapësira është personalizuar dhe secili mund të bëjë çfarë doj, po kjo është ideja që nuk ka një orendi që them këtë nuk duhet kurse si ta vendosim, sepse nëse ka një person të cilën e preferon një mobilje diçka, por mendoj që ndriçimi i gabuar, mbulesat e gabuara, perdet e gabuara, realisht, personalisht më shkojnë shumë çfarë janë perdet e gabuara? Janë në përputhje me dekorin e gjithë shtëpisë apo janë perde të veçanta, për shembull me vija, me kështu që nuk duhet ose në material flasim. Në material dhe në ngjyrë dhe në shkëlqim. Në momentin që ti ke një dekor të ngarkuar dhe ke një perde akoma më të ngarkuar, me një dizajn shumë të ngarkuar, me lule ose me viza, e cila të shqetëson. Pra, kur futesh ti të shkojnë sy tek perdja dhe ti e di shumë mirë që me të hequr atë perden, me të vendosur perden në dorë, gjithçka do ndryshoj, edhe pa prekur pjesën tjetër të arrendimit. Elona, edhe një gjë tjetër, po qentrot janë akoma në mund, se në qentrot Ballkanas i kemi pasur gjithmonë, si për televizorit, në për tavolina. Jo, qentrot nuk aplikohen. S'ke kujlemo si për televizorit. Kemi tentuar më shumë tek mbulesat e divaneve, edhe ato deri diku minimaliste, por që realisht nuk e them dot që është e gabuar dhe diçka më e punuar, sepse është pak personale dhe nuk mundemi ne t'i bëjmë gjyqje në thojza një person i cili preferon stilin vintage edhe stilin maksimalist. Po, të stili i këtyre copave të lehtëtimit të gdhëndur, të qepur me grep, mund të themi. Ato janë goxha trend, jo trend, po për mua janë të pa koha dhe mund të përshtaten shumë mirë nëse vendosim në vendet e duhura. Me qentrot që ndodhi faktikisht, dy gjëra, pra iku sepse i erdhi koha për tiku, po bën televizorat të hodë dhe nuk e ku i vendos. Si për televizor. Kemi vende ku t'i vendosim, mund t'i vendosim tavolinë ose të cepi divanit, ose të koka krevatit, të komodinat. Por mendoj që është edhe pjesa ndoshta, them unë, marrja plurave ndoshta, edhe kjo e ka sjell, edhe koha që s'ka një më të bëj qentro. Pra i preferon sa më pak gjëra. Nëse interesante. Për rëndësishme është që të gjitha automobiljet dhe dekori që zgjedhim në shtëpi të jetë funksional, dhe secili që e zgjedh mos të pendohet kur të shikojë që okay, ka zgjedhur të bukur, por nuk është komod për veten e vet. Është shumë e rëndësishme. Jo, faktikisht edhe ne shqiptarët i jepemi kaq shumë pas arkitekturës për të arreduar shtëpinë tonë, na tregon ka shumë.
Po, dhe një nga Krahasuar tuaj. stilet, dhe një nga, le të themi, gjërat që tani ka dalë së fundmi, nuk është më që shtëpia të jetë perfekte, që çdo gjë të jetë në vendin e vet. Po preferohet gjithmonë që gjërat të vendosen natyrshëm aty ku të vinë. Si të pëlqejnë ty? Si të pëlqejnë edhe në varësi të, nëse ti ke një fest, ose ke një ditëlindje, ose ke një event në shtëpi, mund të ndryshosh arredimin si të duash, pra nuk është ajo tendenca që çdo gjë të jetë perfekt në vendin e vet. Sepse shtëpia në fund fare është një hapësirë elastike që duhet i përshtatet personave që jetojnë brenda. Elena, sidomos fëmijëve. po, Elena, shumë faleminderit. Ishte shumë kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit që na njeh më të rejat, më të fundit dhe na jep ide. Sa herë që flas me ty dhe takojmë ty në emision, them, çfarë ndryshojnë shtëpisë tani dhe më kanë des sallam, pastaj do shkoj në shtëpi dhe do bëj kthej shtëpinë për mbys për të ndryshuar këndet. Okej, faleminderit. Po. Mirë, mbyllë. Lem takim nesër në ditën orar 7:00, po, e shihemi nesër. Po e çove recetën e mirës? E tha. E shë? Nuk e tha. Nuk e tha. Kemi recetën e mirës, publiki dashur. Ishte sallata me fasule, me qep. Po e tham atë në orën 7 mëngjes. E din, ata ndjekësit besnik e din që pas pak është recetë. E pra, hajde, miro pafshim. Ciao. Ciao, shihemi nesër.